Që do të flasim për konfliktin, për videot që kanë qarkulluar në rrjetet sociale ditët e fundit për familjen Recep Ademi në Golem. Konflikt pronësie flitet, gati 20 vite që përfundoi në dhunë, pamjet janë tronditse që janë shpërndarë në media. Sot kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me avokatin Arben Langozi që i ka publikuar këto pamje. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Avokat, fillimisht kurioziteti është si u randor videot edhe përse i publikuat ju edhe sepse konflikti ka vite, por nuk ka bërë bujën që bëri pasi ju i publikuat videot. Pra ishit ju ai, më ta themi shkaktari që kjo ngjarje mori vëmendje mediatike, edhe nga policia që reagoi, edhe përfunduam në këtë situatë që jemi sot, që është kryefjalë. Videot janë transmetuar edhe më parë te Flavio, te emisioni Mëngjesit Syri Televizion. Por nuk e ka pasur këtë impakt. Unë më është kërkuar nga djali, sepse janë dy video. Video e parë është publikuar, ndërkohë video e dytë që është nëna e zotit Recep që është dhunuar nga policia, kishte ndodhur atë ditë që unë i kam publikuar. Duke qenë se nuk po gjente asnjë mbështetje, më ka shkruar djali i saj dhe më ka thënë që më kanë dhunuar nënën, më kanë dhunuar punonjësit e policisë dhe e kam me video. I kam kërkuar videot dhe menjëherë i publikova sepse mendova që kjo ngjall interes publik për arsye sepse një dhunë e tillë që është ushtruar ndaj Recepit dhe nënës së tij nuk e meriton asnjë shqiptar që jeton. Pra, tu kemi një bashkëpunim midis krimit dhe policisë shtetit ku dhunojnë disa qytetarë të cilët nuk kanë kryer kurrë asnjë krim. Dhe deklarata e policisë shtetit më vjen shumë keq që është një deklaratë që mashtron opinionin publik, e them me plot bindje që deklarata e policisë shtetit është në mashtrim të opinionit publik, sepse është pretenduar që një 75 vjeçare ka kundërshtuar 10 punonjës policie. Ka fshuar madje. Madje ka fshuar, po nëna nuk ka dhëmbë dhe kanë harruar që ta shkruajnë këtë gjë, sepse kanë rënë brenda. E kupton çfarë mashtrimi? Një njeri pa dhëmbë të ka fshoj një punonjës policie apo dy punonjës policie, dhe kjo është shumë e rëndë. Pse duhet të ndodhin ato shenja dhune, ai ushtrim dhune nga punonjësit e policisë, sepse duken qartë me pamje filmike, me zë dhe me figurë, ku shefi i policisë kriminale, i policisë postës kufitare Golem e urdhëron varësit e tij, thotë merreni ngrihen me shqelma. Si është e mundur kjo gjë që të ndodhin nga një punonjës policie? Kjo është një ngjarje shumë e rëndë, për cilën unë kërkoja një reagim nga policia e shtetit që ne kemi marrë masat tona, kemi filluar procedim disiplinor ndaj shkelësve të ligjit, e ata dalin me një deklaratë justifikuese ku justifikojnë disa punonjës policie të lidhur me bandit. Dhe te me plot bindje. Justifikon fakti që policia thotë që konflikti ka ndodhur vjet, por kjo nuk justifikon gjë. Ska lidhje. Ai konflikti i vjetshëm që pretendojnë ata është hetuar në gjëra të lirë, po aty ne nuk kemi të bëjmë me rraje. Ne kemi vrasje të mbetur tentativë, sepse edhe kur ka rënë pa ndjenja personi, ka vdekur. Quhet i vdekur në atë moment, edhe ti prap vazhdon e godet. Të mos harrojmë kemi rastin që ndodhi në Rozafa, në qytetin Elbasanit, një qytetar vetëm një herë gjuheti me grusht dhe vdiq personi. Po ai që u mor ushtria aty edhe goditej pa mëshirë dhe pas ishte pa ndjenja. Çfarë është? Rraje është apo vrasje mbetur tentativë? Për mendimin tim, duhet të ishin arrestuar dhe gjykuar dhe hetuar në flagrancë. Duhet të ishin arrestuar flagrancë dhe gjykuar me masa sigurimi. Ndoshta AMP-ja mund të ketë nisur hetim tani që pa video. Po jo, më qa hetimi, këta janë bashkë të burë. Ne kemi bashkë polici, prokurori, gjykat, janë një më burë, nuk shërben njëri qytetarit. Po edhe Spaku, e kishte përcjellë edhe Spaku. Po edhe Spaku, sepse subjekti tregtar që ndërton aty janë të lidhur me pjesë të trafikut të drogës. Edhe Spaku e pati aty emrat për katës të kallëzuar dhe nuk filloi asnjë hetim. A di kush e ka dhënë lejen e ndërtimit për këtë subjekt? Është dëshira Qato. Një shtetase, drejtori urbanistikës Kavaj që ka përgatitur gjithë dokumentacionin. Dhe kjo e dihet botërisht që është një zyrtare e shteti e korruptuar, e pjesë imagjinoje, mbi super e saj qëndrojnë 17 viktima. 17 viktima. Sepse kishte ndërtuar pa leje në plazh dhe u shëmb hoteli në kohën e tërmetit
dhe vdiqën 17 vetë. Vetëm se kjo kështë ndërtuar pa leje. Dhe sot na bën shefin e urbanistikës Kavaj, po normal pra. Ka zaptuar komplet Bregdetin e Golemit. E pse e ka zaptuar? Për arsye sepse lekët e korrupsionit hidhen te firmat e djemve të saj. Jep leje ajo për djemt e vet. Imagjinoje çfarë lloj konflikti interesi ka. Avokat, po këtu kemi të bëjmë një konflikt brenda familjes, motër vlla për ndarjen e tokës apo pavarësisht se është një konflikt. Pavarësisht se është një konflikt midis motrave dhe vëllezërve, por këtu kemi të bëjmë me një problem akoma më të madh, sepse shteti, në moment që nuk është një nga trashëgimtarët të jetë pjesë e çështjes, nuk mundet të miratoj leje. Pra ti po jep shkas njerëzve të vriten. Dhe ajo që është më e rëndë në rasti konkret është të dyshohet që një ndër familjarët dhe dajen e zotit Recep dyshohet që e kanë vrarë, sepse është gjetur i mbytur në një pus. Dhe policia pa kryer asnjë verifikime ka quajtur si vetvrasje. Djali pra i të moshuarës kishte dyshime që zhvilloha sot me të. Patjetër, dhe kjo është e rëndë. Tu duhet filloj hetim. Po a kemi pasur reagim ne nga prokuroria? Jo. Pse? Sepse prokuroria është fajtore shumë e madhe. Ka mbyllur 17 kallëzime pa kryer asnjë verifikim. Edhe kjo e bën të institucion që të kemi dyshime për korrupsion. Se si u mbyllën këto çështje pa kryer asnjë verifikim? Patjetër pra, korrupsioni, dieta botërisht. Sepse këtu te ne është për të ardhur keq që shteti bëri gjithë të reforma dhe ne nuk kemi asnjë lloj rezultati nga kjo reformë. Tu nuk kemi asnjë lloj rezultati në mbrojtje të jetës qytetarit, vriten njerëz mes të rrugëve. Pra ne nuk kemi drejtësi. Edhe të vuaj njerëz për drejtësi është më e rëndë se sa të vuajnë nga një smundje. Sepse smundja është individuale, ndërkohë drejtësia i shërben të gjithëve. Dhe kjo është e tmerrshme të mendohet që jemi në këtë lloj gjendje. Gjendja është shumë alarmante. Nuk është vetëm rasti Recep. Ka Recepa pafund të cilët vuajnë të njëjtat pasoja. Vuajnë nga montazhier, punojnë policie montazhier. Ju kthyet një institucion avokat me këtë rast, sepse ishit ju që pasi publikuat videon erdhi kjo pas. Po pasi publikuat videon, keni pas ju persona që ju kanë kontaktuar apo? Patjetër, mundohen të justifikohen, mundohen të bëjnë fortin, por unë nuk është se jam bërë pishman edhe nëse do kërcënohem, sepse nuk është kjo pjesë e imja. Unë radhë parë nuk pranoj kërcënim, e dyta nuk trembem nga kërcënimet, dhe e treta atë që bëj me shpirt dhe do të shkoj deri në fund sa historie, sepse nuk mundet që është e papranueshme për çdo qytetar dhe mendoj dhe komentet i kam parë që janë shumë reaktiv, sepse nuk e pranoj një situatë të tillë. Dhe na del policia ne me deklarat, po pse me deklarata do e bindin publikun policia? Policia do ta bindin me shërbime, do ta bindin duke shërbyer qytetarit, duke filluar hetime, duke trajtuar si qytetar. Nuk kemi këtu ne kohën e Enverit, dhe atëherë kishte rregulla. Po këtu tani është e tmerrshme të mendosh që policia deli deklaratë zyrtare pa kryer verifikim. Ku i kanë pamjet filmike policia shtetit, se kemi ne ato. Policia nuk i ka kërkuar. Po jo, pra jo. Plus kanë rënë vetë brenda sepse kanë proceduar për vjedhje dhe më pas kanë dalë në konkluzionin tjetër që s'ka vjedhje, po ka kundërshtim forcave të rendit dhe kanë dhënë deklaratë. Se nuk është proceduar për atë, se unë e kam në deklaratën dhe o vënë dispozicion. Avokat, po mund të mbyllet kjo histori me një fund pozitiv apo se pallati atje po ngrihet? Patjetër që këtu duhet reagimi me njëherë shumë institucione shtetërore. Po kush do t'i bëjnë lëvizje? Sepse interesi atyre nuk është që të funksionojë dhe të marrin masa. Interesi atyre është që të mos i shërbejnë qytetarit. Pra që t'i njerëzit nga Shqipëria. Siç ka ikur shumica e kombit shqiptar. Dhe vetëm nga këto shërbime që duhet të jenë pjesë jetike e komunitetit. Pra ne s'kemi shërbime. Imagjino ku jemi. S'ke shërbime policisë. Del shefi policisë sot kapi 75 vjeçare me shqelma. E na gënjen pastaj thotë në kafshoj. Çka kafshoja s'ka dhëmbur. S'ka dhëmbur. Është turp kjo, ta gjykojnë shqiptar. Është turpi më i madh që pretendohet këtë kundërshtoj 10 policë një 75 vjeçare që më zgjedh. Është s'di çfarë them. Nuk di çfarë them.
Avokat, unë të falenderoj shumë që gjetet kohë që të flisni dhe të Faleminderit dhe ju. tuaj për këtë çështje që ju i dhat shumë zë edhe për shikuesit tanë. Jam mirënjohës, avokat. Unë falenderoj ju edhe të gjitha mediat në Shqipëri që kanë dinjitet. Sepse shumica e mediave kanë reaguar pas një lloj interesi të rastit. Janë sensibilizuar me ngjarjen e rënd. Por këtu ka ardhur koha që një skandal gjatë 3 ditë dhe mbyllet çdo gjë dhe nuk reagon. Dhe institucionet shtetërore nuk reagojnë. Kështu që shoh një fatkeqësi të madhe për kombin shqiptar, pavarësisht se njerëzit edhe ato që janë më me dinjitet sot janë mediat, me ato problemet e veta që kanë. Faleminderit. Përshëndes. Faleminderit.